Jemi në ditën e tretë edicionit të Festivalit Teatrave, të edicionit 54. Dhe dy prej netve, nata hapse dhe nata dytë, kanë shku këtë brenda organizimit, një atmosferë po konsideroj jashtëzakonshme. Festivali Teatrave vazhdon të jetë njëri prej eventeve sigurisht kryesore teatrore në barë shqiptare. Edhe kemi fatin që edhe këtë vit kemi rrimë pas një konkurencë të jashtëzakonshme të shfaqjeve më të mira, më dëshmume, ose shfaqjet më të shikume, më të komentume të teatrave shqiptare gjithandej. Kemi fatin që pjesë e kësaj gare janë Teatri Kombëtar i Tiranës, Teatri Kombëtar i Prishtinës, është Teatri Shqiptar i Shkupit, Teatri Gjilanit, Teatri Prizrenit, Multimedia, është Teatri Kostivarit edhe sigurisht Teatri Mikpres, gjithmonë Teatri Adriana këtu në Ferizaj. Normalisht krahas konkurrencës zakonshme të shfaqjeve, ne viteve të fundit po provojmë që të investojmë mund e organizim sa më shumë në programet off, dhe më programet që janë pjesë shumë e rëndësishme këtij festivali, tu përfshi këtu panelet e diskutimit, ekspozitën që është teatri ilegal, që përcjellet pastaj me teatri dhe lufta një panel pas tij. Gjithashtu po organizohet edhe workshopi Lufta 4 botnore, një program konsideroj interesant me Gjoxh Rizevskin, i cili për 4 ditë workshop do të përfundoj me 2 performanca të cilat do shtrihen pothuajse në pjesën më të madhe të qytetit, duke filluar prej shesheve të qytetit dhe do të përfundojnë këtu në ambientet afër teatrit dhe sheshit Kadare. Domethënë pak a shumë kjo është programi i këtij viti. Shtok këtu edhe faktin e ndejave të jashtëzakonshme që mahen pas çdo shfaqje këtu në borën e teatrit, domethënë ndejat me bende jashtëzakonisht mira që në farë forme të përmbyllin secilën natë me aktivitete ndryshme artistike e që kulmojnë gjithmonë me shfaqjet që janë brenda konkurrencës këtij viti. Sigurisht është punë e lodhshme, po që bëhet prej njerëzve profesionistë e njerëz pasionit. Synimi jonë është që shtohet edhe numri i njerëzve që punojnë, por edhe i programit viteve tashme sigurisht, mirë po kjo varet normalisht edhe prej mundësive që kemi rreth mbështetjes financiare, mirë po që ka ide e mënyrë shtrirjes të festivalit, të rritjes të tij, ka edhe për këtë jam shumë optimist. Normalisht që po ka nevojë për punë, për angazhim, po me një staf çfarë ne punojmë edhe për kohën që japim mundin edhe bashkëpunimin e gjitha teatrave tjera, edhe njerëzve të teatrit, punëtorëve të teatrit prej, sidomos këtë vit prej Kosovë, Shqipëri, Maqedonie, normalisht që po mërimi e bëni program konsideroj mjaft solid edhe konkurrues.